në rastet tilla, Isa, grupi apo individualiteti? Se nëse Ignati është ajo që thuat i ka grupin dhe ka në çdo repart të mirë, ka cilësit të shkëlqyera te Dinamo që s'po përmend emra sepse janë disa. Po, patjetër, po kjo është kështu përgatitet edhe sfida. Unë atë që po shikoj atje në stanca sekretore skuadrës Rogoshinjase, tani çdo kundërshtar mundohet që pikat e forta të kundërshtarit t'i analizojë dhe t'i marrë maksimumin gjës. Për shembull, do duhet një po themi vëmendje maksimale për çdo lëvizje qoftë edhe pa top për Devi Bregu, se Devi Bregu mjafton të dëgjosh edhe ekspertët pas specialistëve të futbollit, është gjithmonë i rrezikshëm edhe kur nuk e ka topin këmbë. Me lëvizjet që ai bën për t'i hapur hapësira sulmuesve apo lojtarëve që vijnë nga pas shpina, pra janë mesfëshore. Në krahun tjetër është Ignatia që ka lojtarë aty si Fernando që luan mjaft mirë në zonën ngushtë, ai lojtarë që lidh mjaft mirë dy repartet. Pra, në njërin anë, po themi, është Neziri nga krahu i majt, që është një trend, nëse mund ta themi kështu, pa ai ditë shumë asfiktsues nga krahu i madh, ai mbrojtësi i bëllë dyja fazat e lojës. Në krahun tjetër, tek Ignatia kemi një si Xhemajdi që e nxjerr topin nga mbrojtja, është ai lojtari që bëhet një mesfëshor plus dhe krijon atë, po themi, bipopullsin aty tek mesfushat e bën kundërshtarin që mos deportojë. Pra janë shumë detaje, të cilat natyrisht që të dy trajnerët janë munduar t'i përgatisin që skuadra tyre të jetë sa më potente në fushën lojës, sepse një rrëshqitje, një episod, një neglizhencë vogël bën diferencën dhe pastaj në futboll gabimet janë her pas here dhe nuk rikuperon dot. Isa, po ta besoj ty këtë pyetje ose më shumë përgjigjen e kësaj pyetje. Ka shumë zëra qoftë në komente që ne i lexojmë apo edhe i dëgjojmë qoftë në ambiente të ndryshme që thonë për një skenar të mundshëm të Partizani për përfshirjen në Europë në rast se shpallet kampion sot në Kupën e Shqipërisë Dinamo. Sa ekziston ky skenar? Jo, ajo është një skenar për gjithë ata që nuk i njohin mirë rregullat dhe që nuk e dinë mirë. Për ata pyeta. Sepse çështja e Europës dhe skuadrën është e mbyllur e vetmja detaj është kush do shpallet kampioni do shkojë në kualifikuesit e UEFA Champions League-s. Sepse çfarëdo që të prodhoi fituesi, ajo ndodhte vetëm në qoftë se një nga skuadrat me ishte jashtëkadrës. Po themi ishte jashtëkadrës. Fakti që ata hyrën është mbyll çështja, pra Elbasani praktikisht në gjykimin tim dhe Vllaznia me 90% janë në Conference League. Pra por mos i quajt kampione. Qartë. Ka luajnë fatën e tyre për të shpallur kampion që të jetë në kualifikuesit e Champions League-s. 60% Ignatia ka shansen që edhe kjo skuadër të jetë edhe kampione. Ndërkohë që Dinamo e ka të sigurt pjesëmarrjen sido që të shkojë takimi sotëm, pavarësisht rezultatit. Pra, çështja e Kupave të Europës, 3 vendet. Ato 4 skuadra që janë aty, 3 prej cilave do të jenë në Conference League dhe vetëm njëra që është skuadra që kush do të shpallet kampion. Ose mund ta themi më sigurt, e sigurt është nga 3 vendet e Conference League-s e ka Dinamo, se Dinamo praktikisht nuk shpallet dot kampion. Puna tani është kush do të jenë 2 ekipet e Conference League-s dhe skuadra që do të luajnë në grupet paraeliminatore të UEFA Champions League-s. Qartë, para se të kalojmë te ndeshjet e Final Four-it që do të jenë 6 sfida shumë interesante.